Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vetëm një lugë mjalt para gjumit dhe do i thoni lam të mirë këtyre problemeve. Mjalti i dhuron natyralisht fuqi organizmit, ai është antioksidant dhe armik i mikrobeve. Nisja e një dite të mbarë dhe të shëndetshme nis me patjetër nga kuzhina. Mënyra se si dalim nga shtëpia në mëngjes për të nisur në punë ndikon në një mënyrë të pavetëdijshme në humorin ton për gjatë gjithë ditës. Nuk është as pak i panjohur fakti që shumica e shqiptarëve dalin nga shtëpia pa ngrënë mëngjes, duke i shkaktuar organizmit drobitje dhe dobësi që në nisje të ditës. Vlerat e mjaltit për organizmin. Mjalti ka një përdorim të gjerë dhe jo vetëm si ëmbëlsues. Përpara shpikjes së antibiotikëve, mjalti përdoret gjerësisht për të trajtuar plagët apo djegjet e lëkurës. Ai është përdorur edhe për të zbutur kollën ose si maskë lëkure. Që në lashtësi, mjalti konsiderohet si një ushqim i rëndësishëm për atletët dhe njerëzit të cilët kryenin aktivitet fizik, por nga ana tjetër nënat e dinë se mjalti nuk duhet të dhënë fëmijëve të cilët janë nën moshën 1 vjeç sepse shkakton botulizëm. Mjalti përmban gjithashtu sasi të vogla proteine, folati, vitaminë C dhe njëkohësisht vitamina të tjera, të cilat janë tepër të rëndësishme. Vlerat me domethënëse të mjaltit vijnë nga mineralet që ai përmban. Mjalti është një multivitamin e vërtet. Të dhënat për mjaltin provojnë se në 28 gram mjalt gjenden 14% të dozës së rekomanduar të manganit, bazuar në nivelin e ushqyerjes prej 2000 kalorish në ditë dhe 8% të hekurit. Mangani dhe njëkohësisht hekuri janë 2 minerale kryesore për të cilat trupi jon ka nevojë që të luftojë sëmundjet dhe njëkohësisht të funksionojë akoma edhe më mirë. Mjalti është njëkohësisht antioksidant, antibakterial dhe armik i mikrobeve. Ai është i mbushur me vitamina dhe njëkohësisht me minerale. Nëse ne do të zgjidhnim vetëm një term për të përshkruar mjaltin, me siguri do të ishte fjala multivitamin. Mjalti përdoret gjithashtu edhe për të forcuar energjinë, sistemin tuaj imunitar, pakson alergjitë dhe gjithashtu fytyn e lënduar, zbut kollën dhe lufton infeksionin. Nga ana tjetër, mjalti sjell mjaft të mira për shëndetin. Ai konsiderohet si një ilaç i natyrës dhe kjo vjen për shumë arsye. Një nga mënyrat kur mund të përdoret është pikërisht përpara se ju të flini gjumë. Shëruesit popullor europian këshillojnë që ju të pini një gotë qumësht të ngrohtë me mjalt çdo natë para gjumit dhe ata nuk janë të vetmit. Shëruesit tradicional meksikan këshillojnë pirjen e një gote çaj kamomili me një lugë mjalt para se të bini për të fjetur, ndërsa kinezët këshillojnë një lugë mjalt çdo natë. Por çfarë përfitimesh ka ngrënia e mjaltit para gjumit? Do të flini shumë më mirë. Mjalti e mban mëlçin tuaj të mbushur dhe sigurohet që të prodhojë sasinë e duhur të glikogjenit për natën. Kur ju konsumoni mjalt para gjumit, nivelet e insulinës në tru rriten duke liruar kështu hormonin triptofan në tru, dhe triptofani kthehet më pas në serotonin e cila formon melatoninën. Melatonina është një hormon që rrit imunitetin dhe njëkohësisht ndërton indet tuaja gjatë pushimit. Melatonina jo vetëm që ju ndihmon gjatë gjumit, por ju ndihmon edhe që të zgjoheni të çlodhur. Do të bini në peshë. Mjalti vepron gjithashtu si një karburant për mëlçin dhe kjo e bën atë që të prodhojë më shumë glukozë. Kur prodhohet glukoza, lajmëron trurin se nivelet e sheqerit në gjak janë tepër të larta.
gjë që e detyron të prodhojë hormone të cilat të djegin dhiambin. Në këtë mënyrë, kjo arrihet edhe sa më mirë falë rezultateve, në qoftë se ju do të konsumoni mjalt gjatë ditës. Para gjumi, pini një gotë me ujë të ngrohtë me 3 lugë çaj mjalt. Do të ndiheni më mirë. Mjalti nga ana tjetër është gjithashtu i njohur edhe për vetitë që ka për të qetësuar dhimbjet e fytit duke vepruar si një ilaç për kollën. 2 lugë çaj me mjalt do t'i bëjnë shumë mirë fytit tuaj, por kujdes, mos u jepni fëmijëve. Ndër të tjera, mjalti ka këto efekte të tjera pozitive. Parandalon krijimin e shtresave në dhëmb, ndihmon gjithashtu me alergjitë, përmirëson sistemin tuaj imunitar dhe ndihmon fëmijët dhe të rriturit me refluks acidi. Ju do të keni një lëkurë më të pastër. Mjalti është një antioksidant perfekt, që do të thotë se e pastron trupin nga toksinat të ndryshme. Ndihmon në humbjen e peshës. Sheqeri i cili gjendet tek mjalti me patjetër i duhet trupit. Mjalti rrit ndjeshëm imunitetin dhe përmirëson metabolizmin, që është elementi i parë për rënien e shëndetshme nga pesha. Ul nivelin e yndyrave. Mjalti nuk ka kolesterol, përbërësit dhe vitaminat e tij kontribojnë në uljen e nivelit të kolesterolit. Forcon gjithashtu edhe zemrën. Studimet nga ana tjetër kanë treguar se antioksidantët të cilët gjenden pikërisht tek mjalti mund të parandalojnë nga ana tjetër edhe ngurtësimin e arterieve dhe shanset e problemeve me zemrën do të ulen. Përmirëson kujtesën. Studimet të tjera kanë provuar njëkohësisht se mjalti ka aftësinë që të luftojë stresin dhe përpasoj ai përmirëson ndjeshëm edhe kujtesën. Kalciumi i cili gjendet tek ai përthithet sa më shpejt nga truri. Bëni gjumë më të mirë. Sheqeri i cili gjendet pikërisht tek mjalti rrit nivelin e insulinës në gjak, gjë që më pas çliron serotonin. Serotonina shndërrohet në melatonin, hormon ky, i cili ndihmon në rritjen e cilësisë së gjumit. Stomak i shëndetshëm. Rekomandohet që një lugë mjalt të konsumohet edhe me një stomak bosh. Ky zakon i thjesht do t'ju ndihmonte të reduktonit shumë probleme me aparatin tuaj tretës. Imuniteti. Antioksidantët tek mjalti parandalojnë sëmundjet e zemrës dhe njëkohësisht forcojnë imunitetin. Nëse pini një lugë çaj me mjalt në mbrëmje, do të jeni plot energji dhe do të mbroni rrugët e frymëmarrjes nga infeksioni. Një lugë me mjalt gjithashtu ju ndihmon edhe kundër kollës dhe mbron shëndetin e organizmit. Nga ana tjetër, parandalon alergjitë. Mjalti lufton alergjitë dhe forcon sistemin tuaj imunitar. Gjithashtu këtë aftësi i atribohen mjaltit të vërtetë dhe jo atij të pasterizuar. Mjafton një lugë çaj me mjalt çdo natë për të shmangur alergjitë të cilat janë të shkaktuara nga poleni. Mjalti ul edhe rrezikun e diabetit. Një lugë çaj me mjalt ul nivelet e glukozës në gjak për një kohë të shkurtër. Mjaltin ju mundet që ta kombinoni me pak kanellë për të mirëmbajtur këto nivele dhe për të parandaluar diabetin. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.
Klajdi.